Të nderuar xhamatli, jemi në vazhdon e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi përgjigjet të cilat i dha Gjibrailit, çka është Islami, çka është imani dhe çka është ihsani. Në përgjigjen e parë tha sallallahu alaihi wasallam, Islami është të dëshmosh la ilaha illallah dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut. Ta falësh namazin, ta japësh zakatin. E çka është zakati? Zakati është ndarja e caktuar e pasurisë në dozë të caktuar nga njerëz të caktuar për njerëz të caktuar, nga pasanikat te fukarat, në kohën e vet me dozën e vet. Por këta njerëz që japin zakatin dhe kanë obligim me dhënë zakatin, nuk mund të japin zakatin, po edhe të tjerët që japin sadaka, nuk mund të japin sadaka, pasi ta mermetojnë themelin, bazën, se çka pasuria, e kujt është pasuria. Andaj perceptimi i shëndosh për pasurinë e ban të lehtë dhënien e zakatit, sepse kur ti e vërteton se një san s'është e jotja, sa let vjen me dapit pisaj sa të dush. Kur një pasuri dikush ta let i amanet, edhe të thotë këqyre, por çdo mu jepja filanit që kaq. Çka të hinu dhe tyje, sa jep aj prej pasurisë vet. Jo, ti je një bartës i amanetit, e jep atë pare sa të doje zotnia i pareve. E njerëzit nuk e japin zakatin dhe s'japin sadaka dhe e shtrydhin dorën e vet dhe e shtrëngojnë për çfarë arsye? Se ata në bazë e kputin perceptimin dhe besimin e kujt të parja? Parja e Zotit. Andaj Allahu xhelal në Kur'an ju drejtu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ju drejtu muslimanëve, fa atuhum min malillah, japjuni fukarave prej pareve të Allahut, sta pareve të juve. Megjithse pareve të juve vjen Kur'an, por ato paret e juve nëse i kthejnë në bazë janë paret e Allahut subhanahu wa taala. Andaj është shumë më rëndësi rregullimi i këtij perceptori, çka është pasuria. Pasuria në Allahu xhelal e zbriti për qimet, e zbriti amanet, e zbriti knatësi, e zbriti fitne, e zbriti afrim. E te afrimi, kanë dhënë dietarët, është mesele madhe. Ne jetojmë për ta fituar xhenetin e Zotit, po ne nuk dimë me e fitu xhenetin e Allahut te bareke ve teala, pas nëpërmjet asaj që na jena ne të lindur me ato instinkte. Instinkti jonë është shit dhe blej, marr dhe jep. Allahu tha edhe xhenetin do të trajtoj çështu. Ela edullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin elim. Tha Allahu xhelwala, o ju njerëz, a do një më kallëzu për një tregti, e cila tregti ju shpëton pi zjarrit xhenemit. E Allahu shpesh në Kur'an raportin mes njerit dhe Allahut e ban pal shitse dhe blerse. Por çfarë arsye? Se na s'dina ndryshe. Na nuk dina ndryshe. Njeriu është i lidh për shitjen dhe blerin. E dhash, e mora, e shita, e bleva. Allahu thot, çështu je krijuar. Atëherë bleje xhenetin, masi po do me blej shumë. Maja e shitjes dhe e blerjes që është bën këtë dunja është kur Allahu e ka shit xhenetin dhe dikush e ka bleje. Allahu na mundson me blej xhenetin. Këtë dunja çka do të blejnë? E blejnë për koshme. Këtë e din ta. Këtë dunjaja e din se ti shpinë që e ke ndrejt ki me elan për dikant tjetër. Këtë e din ta. Këtë e din dhe na e dim se çdo shtëpi që ka ndrejt këtë dunja, sa janë mundësit murxua jo? Mundësit murxua jo janë vetë si dush një anë që ka mirët me shiun. Thot me ba me ra që ka të shi, shkoj shtëpia jote. Apo tërmeti, me ba me dridh Allahu tokën 4 sekunda, në 4 fuqi, shkoj shtëpia jote. Apo vetëm mjekun, me ba me të dridh që ka që zemra, e me të lëvrit që ka të gjaki, shtëpia jetë ti shkon. Sa mundësit janë ti këtë shtëpi mës me gëzue? Sa janë? Me milionat, me 100 miliona mundësi janë ti mës me gëzue atë shtëpi. Andaj, një investim, të cilin ti mund është me hup me shumë miliona mundësi. Në mundësia, sa janë mundësia më botë tërmet? Paskush nuk e di, po shumë janë mundësi më botë tërmet. Shumë janë mundësi me posë vërshime. Sidomos të gjuna që ka na i bajnë a Zotin a falë të gjithve. E një investim që ti e le, 100% e le, 100% se merë. Si ka mundësi këtu muna mu dhanë me hujum, e një investim i cili është i përjetëshëm, nuk sosë taj. Me lan, isha Allah,
Shikoj njerëzit kur flasin për xhenetin, inshallah, kena qef edhe na. E nuk shkon me qef. Allahu tha, do me blej ajo. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum bi anna lahumul janna. Tha Allahu xhelal surën Tauba, Allahu I ka ble. Ishtara, mushteri Allahu është. Allahu I ka ble shpirtat e muslimanëve për çka mi ia dhon xhenetin. Andaj tha sallallahu alaihi wasallam, shpirtat e shahidave shëtitën në krahët e zotëve para se me i në xhennet. Para se me i në xhennet. Për çfarë arsye? Se ka marrëdhënie me Zotin xhelel xhelalu. Andaj këtë dunjë të ndëruar xhamatli, nuk kemi ardhur na e blejmë shtëpinë. Na e blejmë shtëpinë, se s'kemi çare pa ta. I blejna modrat, se s'kena çare pa to. Por na nuk jetojmë për to. Na nuk jetojmë për to. Na jetojna për krejt me atë shtëpi. E me ato mallra na dojna me blej xhenetin e Zotit xhelel xhelalu. Një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thiri në një betejë prej betejave të tij. Thiri në mobilizim. Dhe tha kush ka mundësi me ndihmu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoni çka do të thonë tregtar, I cili e merr vulën pikë këtë dunjë që e ka bler në vend shumë të madh. Njëri prej tregtarëve të mëdhej të pejgamberit që e kishte dost dhe e kishte dhëndër ishte Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. E kishte shok, I trati shok dhe e kishte dhëndër dy shika ja ka dhënë vetat sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte tregtar. Tregtinë e bante në Sham, pin Medinën në Siri. Ata tregtia u bë me deve. I çon devat të shprasta, I merr të mushta, e shat mallin. Që kjo është teoria e sotshme. Shkon në blenkun të njerin edhe e bjen. I bjen paketat edhe I shat. I kishte ky njeri t'i bë hazër 960 deve. 960 deve. Edhe po I bante hazër minis për Siri, për Sham. Në atë kohë I kanë thonë Sham, sepse ka përfshi pjesë tjera. Ti bë hazër, I ardh lajmi se pejgamberi sa më thot I duhet pejgamberi pare. 960 deve. Janë ato ku të kthehen me mall, ato bojnë miliona, andaj ka qenë milioner. Ato bojnë miliona. Kur ti beraj të mushta, kur ti shese ato bojnë miliona. 960, veç devët mishit janë bare, shprasta. Devët kur hecin, kur ti shtrish devët, duhet e lidh për njënën e drejton, tjerat vinë mas asajna. Aja e para është kryesorja, pas asaj vinë ketë. Kur e niti se pejgamberi sa më ka nevojë për pare, I mor devën e parë. Qish ka e kthi me ka shamja, kthaj kënera. E kthaj ka pejgamberi sa, ka Medinja. Shkoj I mor edhe 40 kuaj, vetëm. I bani 1000. Shkoj te shtëpia I mor edhe një thes pare. I mor një thes pare. Edhe shkoj te pejgamberi sa. Te ja Rasulullah ja devja e parë, 960 mas, komplet janë. Që edhe 40 kuaj ku I ki, për hitë Zoti xhelel xhelalu. Tha merr edhe këtë kese me pare, por hitë Allahu te bareke ve teala. Çka I tha pejgamberi sa? Çka I tha pejgamberi sa? Fitoi tregtia ja Uthman. E rroke tregtinë. E mencia jonë çka I shkon? Po ti kish qube një herë bese atë, ka mujt mi shtu milionat, ja kish dhënë prap 960 I kishin me do. Jo. Kthejmë një herë. Ja dha pejgamberi sa, mi mor kajt, ja dha një herë pejgamberi sa. Çka I tha pejgamberi sa? Ma darra Uthmana, ma faale ba'de l'jomi. Tha Osmanit qytina, nuk I ban mozarar, shka të baje, sa të këti mor. Nuk I ban zarar. Se e fitoj tregtinë me Allahun te bareke ve teala. Kjo është tregtia. Andaj e jep një dinar, shkon te Allahu, dora e Zotit pranohet. Me të ba Allahu kabul. Kush mundet më me të thonë ti se ke falimentuar? Kush mundet më me të thonë ti se ti je tregtari I dështuar? Andaj Allahu I zbriti parët për çfarë arsye? I zbriti parët me fitu xhenetin. Andaj tha inna Allah ishtara min al-mu'minin. Allahu I ka ble, shikoj I ka ble shpirtat e besimtarit ka shit. Andaj tha sallallahu alaihi wasallam ela inna sil'at Allahi ghaliya. Tha artikulli Allahu ta shumë I shtrejt. Shikoj ka qyt artikull, pse? Po nëse morna vesh ndryshe. E ka nxjerr Allahu panajër me ble. Çka ka nxjerr Allahu panajër me ble? Xhenetin e tij. Xhenetin e tij. Apo shumë është interesant sa I ti jep parët. Po kjo është më interesant jam me insanin atë kjo. Mi thanë dikujt o burr, majt të pare, shko bleje filan artikullin. Thot se blej. Unë e po t'ja parët.
Allahu t'i jep parët, thot hajde bleje, mos më jep keq, se di se s'më jep keq. Dhe kjo është edhe më interesant. Kjo është më interesant. Dhe për të mirën e njerit, t'i jep Allahu me plot pare, thot apo më jep veç pak. Për ti, jo për mua. Me blej xhenetin Allahu te bareke ve teala, i cili xhenet nuk përfundon. Andaj krejt qëllimi çka na gëzojmë pare, që na gëzojmë veshje, cila është qëllimi me fitu xhenetin Allahu te bareke ve teala. Andaj shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i huazon skenat e historisë së kaluar për ta treguar se çish ka fitu njeri. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, para juve ka qenë një lavire. A kupton lavire? E pacit, e pandeja, ka flet në burrat huj. Tha për nësam një dit për ditve afrohet pa një bunari, edhe e sheni qenë, e kanë dzirë gjuën, i pijet uj. Shikoje skenën rahmetit Allahut, shikoje gjunaqarën e madhe, lavirlëk ka bo. Dhe djetarë kanë dhanë, nuk e qunë me nësam lavire, po se ka po disa herë. Se me njerë që është lavir, disa herë ka po atë punë. Dhe e pa një qenë e kanë dzirë gjuën, së më pëmrin bunarin, aj po do me ngordh prej etjes. E nxjerri lavirja këpucën e vet. E mushi me ujë. Dhe i dha qenit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa ghafara Allahu laha, Allah ja fali ki gjunat asajna. Kjo moment që ti e shfrytëzon, e shet dikush i ka dhimbë, jam lënë dhimbën. E shet se dikush ka nevojë, jam lënë nevojën. E shet se dikush atu vujt, ti shkon me para atij dhe ja hek. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e mblon një musliman e mblon Allahu në ahiret. E lutem Allahu që Allahu na mblojë në ahiret. Na mblojë gjunat tona, ti mblojë kusuret tona. Na mblojë Allahu me rahmetin e madh të tina.